siç tregohet edhe siç thuhet në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, pasi kanë hyrë besimtarët në xhenet, ditën e parë që i ka kshel këmba në xhenet, kanë mbaru hallet edhe streset, edhe kanë hyrë gjithë secili po shef atë që i ka ndarë Allahu xheleshanu prej mirësive, prej begative, mrekullohet. Aty si që janë duke pa, pra duke u rehabilitu, duke pa gjërat e tyre, pra duke u sistemua, duke u rehatu, i thërret një thirrës dhe i thot: ja ehlel gjenne, o banor të gjennetit, inna lakum inda Allahi ta'ala maw'idan fala tastakhiru. Juve thot keni thot një takim me Allahun xheleshanuhu, prandaj kur thot mos u vononi as një moment dhe as një sekond. E gjithë siç janë banorët e xhenetit nisën për me shku për në takimin, për vendin e caktuar në xhenet për në takimin me Allahun xheleshanuhu. Gjithë jetën ishin fal për atë Allah, gjithë jetën kishin agjëru për atë Allah, gjithë jetën ishin rujt nga harami edhe nga e keqa për atë Allah, gjithë jetën ishin fal edhe kishin rënë sesh dhe kishin lotu syu, i kishin kërku falje, ishin lut Allahu xheleshanu. Ja ku po vjen momenti që ta shohin madhështinë Allahu xhelle xhelalu, e me shumë gëzim, me zemrat plot nisën për vendin e duhur, pra për në vendin që është përcaktuar. Aty ka mimbere prej misku, aty ka mimbere prej ari argjendi, aty ka mimbere prej luri, që për njerëzit që i ka zgjedh Allahu xheleshanu, për njerëzit që shumë me shpirt e kanë dash Zotin xhelle xhelalu. E gjithë secili zën vendet e veta sipas protokollit, sipas vendeve që janë caktuar, e gjithë me zipresin vetëm kur dëgjohet zëri i të madhit Allah që thot: ejna ibadi alladhina ata'uni bil ghaibi wa lam yarawni. Ku janë robët e mi? Ku janë robët e mi cilët mua më kanë adhuruar pa më parë? Nuk më kanë pa në atë dynja. A e ka pa dikush Allahun xheleshanu? Agjirim po majmë për Allah, po falemi për Allah. E Allahu xheleshanu thot: fa hadha yawmul mazid. Kjo është dita që unë do t'ja shtoj mirësinë edhe begatin time atyre. Assalamu alaikum ya ahlel janna. Jep selamin Allahu xheleshanu gjithë banorëve të xhenetit. Subhanallahu il azim, çfarë momenti madhështor. Çfarë momenti emocionues dhe plot ndjenja për besimtarët, të cilët maniten nga komunikimi me Allahun xhelle xhelalu. O Zot, ty të qofshim fal për udhëzimin edhe për orientimin, ja Allah. E si që thuhet, mos ja ktheni këtë selam të madhit Zot vetëm se me shprehjen Allahumma ente selam o minke selam te barek te jadel gjelali wal ikram. O Zot, ti e paqe, prej teje është paqja, ti e i madhështuar ja Allah, ti e i madhruar ja Allah, i lartësuar ja Allah. E pasha krenarin të ata, as një të met nuk takon ty, o Zot, as një met nuk takon ty. E Allahu xhelle xhelalu i merr besimtarët dhe i flet dhe i thot: çfarë kërkoni prej meje? Kërkoni. Momenti i parë thonë: o Zot, kënaqesh prej ne. Thot: sikur mos isha kënaq për ju, nuk do ishit juve këtu në banesën time pranë xhenet. Atëherë i thonë: o Zot, shikojmë fytyrën tate. E Allahu xhelle xhelalu thot: kjo është dita, thot, që unë do t'ja shtoj edhe më shumë begatin. Subhanallahu il azim.